Në vijim të hetimeve të kryera për aksidentin në punë të ndodhur pas ditën e sejntës në objektin në ndërtim në zonën e Kunes në Shëngjin, ku humbi jetën në një punëtor 36 vjeçar, policia ka shpallur në kërkim drejtuesin teknik të punimeve shtetasin me inicialet ST, 52 vjeç, banues në Lezhë. Ndaj tij janë ngritur akuzat shkelje rregullave të mbrojtjes në punë edhe punësimi i paligjshëm. Edhe materialet në lidhje me rastin janë referuar në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, ndërsa avion puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim. Nga veprimet hetimore të kryera rezulton se 36 vjeçari Anton Zefi gjatë punës ra aksidentalisht nga kati 5 i objektit në ndërtim, në vendin ku ishte parashikuar të instalohej ashensori dhe si pasojë e plagëve të marra gjeti vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë, nga veprimet e kryera rezulton se punëtori 36 vjeçar ishte i pasiguruar dhe janë konstatuar shkelje të rregullave të sigurisë në punë në kompaninë e pallateve që po ndërtohet në zonën e Kunes. Aksidentet në punë, kryesisht në sektorin e ndërtimit në zonën turistike të Shëngjinit, kanë qenë të shpeshta, ku vetëm në harkun kohor të një viti numërohen 4 viktima.